Shqiptarët vijojnë të mbajnë një nivel të lartë kursimesh në banka, edhe pse në muajin nëntor është shënuar një rënje e lehtë krahasuar me tetorin. Të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se depozitat e përfshira në paranë gjerë zbritën në rreth 1.45 trilion lek në nëntor, nga 1.46 trilion lek që ishin një muaj më parë. Ky zhvillim pasqyron kryesisht luhati mujor në depozitat në valutë, ndërsa kursimet në monedhën kombëtare kanë vijuar të rriten. Depozitat në lek u shtuan në 690 miliard lek në nëntor, nga 687 që ishin në tetor, duke treguar një orientim më të madh të qytetarëve dhe subjekteve rezidente drejt monedhës vendase. Depozitat e përfshira në paranë gjerë janë të gjitha fondet që qytetarët, bizneset private e publike si dhe institucionet e tjera mbajnë në banka, përfshirë llogaritë rrjedhëse, depozitat pa afat, depozitat afashkurtra dhe afatgjata, si në lek ashtu edhe në valutë. Në raportin mes monedhave, depozitat në valutë vijojnë të mbajnë peshën kryesore, por në nëntor ato shënuan rënje duke zbritur në 762 miliard lek, nga 771 në tetor. Ulja lidhet kryesisht me kurrin e depozitave të transferueshme dhe atyre të bizneseve jo financiare. Nga ana tjetër, depozitat e transferueshme në lek që përfaqësojnë parat në llogaritë rrjedhëse të qytetarëve dhe bizneseve, mbetën në nivele të larta edhe në nëntor, duke pasqyruar përdorim aktiv të likuiditetit në monedhën kombëtare. Rritje kanë shënuar gjithashtu depozitat e sektorëve të tjerë rezident, ku përfshihen individët dhe familjet. Sa i përket depozitave me likuiditet të lartë në valutë, statistikat tregojnë një rënje të lehtë në nëntor, ndërsa depozitat e tjera kanë mbetur relativisht të qëndrueshme, duke sinjalizuar një kujdes më të madh në menaxhimin e kursimeve në monedhë të huaj. Në të rësitë dhënat e nëntorit tregojnë se pavarësisht luhative mujore, niveli i depozitave në sistemin bankar mbetet i lartë, ndërsa rritja kursimeve në lek sinjalizon besim më të madh në monedhën kombëtare dhe në qëndrueshmërinë e sektorit bankar.